Përshëndetje edhe për ju në studion. Këto momente është duke mbajtur deklarimin ish ministre e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë dhe tani më deputetja Rozeta Ajdari, e cila është duke u kundërpërgjigjur Jehuna Lëshaku Sadriut, e cila si shefi i grupit parlamentar të Lidhjes Demokratike të Kosovës, me cilin cilën është iniciuar projekt ligji për çmimet e naftës, i cili është nënshkruar nga 41 deputet, ata të PDK-s dhe të Aleancës së Bashkëpunimit të Kosovës. Jehuna Lëshaku Sadriu në prezantimin e këtij projekt ligji insistoi që qeveria duhet të bëjë domos diçka se përket uljes të çmimeve të naftës, meqense sipas së kanë arritur në gati 2 euro. E qeveria, si pasojë Ministria e Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, duhet të paktën që ta ul akcizën ose të vëshën për produktet e naftës dhe derivatet tjera, meqense si pasojë krahas çmimi i naftës në fakt nuk është vetëm një produkt, por është një çmim i cili ndikon tërë ekonominë e pastaj edhe shërbimet tjera të cilat lidhen domos me të, sidomos e përket transportit publik e sidomos edhe bujqve, andaj krahas uljes së TVSH-s apo akcizës, Jehuna Lëshaku Sadriu propozoi që shteti në këtë rast të mbështes edhe transportuesit publik, sidomos nga qytetet në qytetet të tjera, e po ashtu edhe bujqet cilët si pasojë në stin të pranverës, sidomos e përket punëve të cilat tash duhet kryen, kanë shumë shpenzime, rrjedhimisht në fund edhe produkte tjera të cilat dalin nga këta bujq do të kenë çmim më të lartë në vazhdim të vitit e do të jetë e rënduar shumë shporta e qytetarit, por se qeveria dhe grupi parlamentar Lëvizjes së Vendosi me gjas nuk e kanë në plan që ta votojnë këtë rezolut, meqense të paktën sipas prezantimit të Rozeta Ajdarit, qeveria nuk e sheh këtë opcion, meqense sipas saj grupet opozitare kanë këtë veç sa për konsum publik e politik, ndërkaq në terma realist sipas saj është e vështirë të ndodhë kjo, meqense buxheti i shtetit direkt sipas Rozeta Ajdarit lidhet me fondet cilat i merr Kosova, buxheti i Kosovës, pikërisht nga ato TVSH-ja dhe akciza që janë në vlerë shumë të lartë monetare, sipas saj pa të mbesin me bazuar në TVSH dhe akcizë krijohen edhe pagat për zyrtarët publikit, cila i përmendi edhe mësuesit e po ashtu edhe zyrtarë tjerë, të cilë veç se kishin marrë pagën e 13 momente, ndërkohë në këto momente është duke u deklaruar edhe Bedri Hamza, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, i cili është specializuar për ekonomi, në të kryuan ka mbajtur poste të ngjashme, andaj është duke dhënë replikën e tij sa për këtë rezolutës nga Lidhja Demokratike e Kosovës bashkë me partitë të tjera, kështu që ju ftoj ta dëgjojmë deklarimin e Bedri Hamzës për ta mbyllur këtë lidhje direkte, më pastaj për të lidhur sërish në streqërshinit të arsyeshme bazuar në rrjedhën e ngjarjes tonë në kuvend. E çmimit të produktit mas një periudhë të caktuar kohore, mundet çmimi i naftës se vërtet jetësurive në kushtat e ndryshme me ra, po çmimi i produkteve që ngrisën i ngritjes çmimit naftës jetë i njëjtë. Prandaj qeveria nuk është duke e marrë konsiderat. Pra kishim këtë paraqitje drejt për drejt